Për shkak të ardhjes së diasporës, mbi 374.000 persona hynë në Kosovë brenda një jave. Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Policia e Kosovës, mbi 374.000 persona kanë hyrë në territorin e Kosovës brenda vetëm një jave përmes pikave kufitare, toksore dhe ajrore. Autoritetet bëjnë të ditur se këto shifra paraqesin një rritje të ndjeshme të qarkullimit të personave krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Të dhënat janë mbledhur përmes sistemit të menaxhimit të integruar kufitar dhe përfshin periudhën nga 15 deri me 21 dhjetor. Gjatë këtyre 7 ditëve në Kosovë kanë hyrë gjithsej 374.864 persona, ndërsa fluksi më i madh është regjistruar gjatë fundjavës, konkretisht të premten, të shtunën dhe të dielën, janë regjistruar 213.751 hyrje, duke bërë këtë periudhë më të ngarkuarën. Dita me numrin më të lartë të hyrjeve ka qenë e diela me gjithsej 93.458 persona që kanë hyrë në vend. Në krahasim me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar, kur ishin regjistruar 312.456 hyrje, rritja është e dukshme dhe tregon interesimin e madh të mërgatës për të ardhur pranë familjeve të tyre në Kosovë. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka qenë angazhuar maksimalisht për të menaxhuar fluksin dhe për të shmangur pritjet e gjata në pikat kufitare.